Nga një studim që është bërë për shembull në vendet e Ballkanit, jo në Shqipëri, por në vendet e Ballkanit në total, nga një grup psikologësh, është parë që ka një tendencë të theksuar të narcisizmit në vendet e Ballkanit përgjithësi, ndoshta edhe për shkak të faktorëve sociokulturor. Dhe duke pasur këtë lloj marrëdhënie ne jemi të predispozuar që të bijem pre e këtyre. Sepse një narcis për shembull të gjen pikat e tua më të dobta, një narcis, një psikopat, një makiavelist, përgjithësi kjo treshja e famshme. Ta gjejnë ty një pikë të dobët dhe aty mundohen pastaj të nënshtrojnë këta gjithkohës. Dhe ti nënshtrohesh dhe duke qenë një popull që është gjithmonë si i rraur, si i torturuar, psikologjikisht sidomos, i bombarduar në mënyrë agresive, me gjitha llojet e ideve që për ta mbajtur të shtypur, të ulur, automatikisht ne kemi një tendencë që të riprodhojmë personazhe të tilla. Dhe ne këtë lloj personazhesh i riprodhojmë në çfarëdo lloj fushe. Neve mendojmë që i kemi vetëm politik, jo, ne i kemi pothuajse kudo këta. Shpeshherë ne i kemi në familje, madje shpeshherë nuk janë as prindi mashkull, as babai, po është nëna ndonjëherë që i merr qaf. Po. Si i merr qaf me atë i bukuri nënës, shpirti nënës, i papari nënës, ylli nënës, ta. Ja mbush, ja fryn kokën në këtë lloj farforme, dhe automatikisht ai ndihet vërtet i tillë. Dhe ky në përgjithësi është një njerëz i paralizuar, ama është i aftë ndonjëherë po të ketë këtë lloj tendencë për të pas këtë lloj çrregullimesh. Ai fillon dhe mund të nënshtrojë njerëz. Dhe sot njerëzit janë të nënshtruar nga këtë lloj figurash. Në politikë është shumë e rrezikshme sepse në politikë këta njerëz nuk janë thjesht narcisistë, po janë edhe psikopatë dhe makiavelistë. Këta të suksesshmit. Po. Dhe ke shumë faktorë i shikon për gjatë rrugtimit të tyre se si manovrojnë. Dhe politika në vetvete, politikën e shajnë shumë, por nuk është çështja e profesionit politikës, se profesioni i politikës mund të jetë nga profesione më interesante. Parimisht është më elitare. Po këta dhe politikën e kanë bërë pisë, ne shajmë politikën, nuk shajmë individët. Po. Ndërkohë që problemi është tek këto individët. Këto individët që ne i kthejmë në idhuj, se i kemi në dorë t'i kthejmë në idhuj.